Protokolli i parasë së parë për 1 janar 2026. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme që mund të ndryshojë krejtësisht vitin tuaj financiar. Kam parë me sytë e mi se si njerëzit humbisnin gjithçka për shkak të gabimeve të vogla financiare. Por falë mëshirës së Zotit u çliruan. Dhe tani dua t'ju ndaj këtë sekret të madh shpirtëror që më ka ndryshuar jetën dhe jetën e shumë të tjerëve. Le të fillojmë nga fillimi. Pse është kaq i rëndësishëm 1 janari? Sepse transaksioni i parë financiar që bëni atë ditë, qoftë edhe blerja e një kafeje apo pagesa e një fature, përcakton tonin për të gjithë vitin 2026. Është si fara e parë që mbillni në një arë. Nëse është e mirë, korrja do të jetë e bollshme, nëse është e keqe, do të korrni vetëm vuajtje. Ky është një parim biblik i lashtë, fruti i parë i korrjes i takon Zotit, dhe kur ne e respektojmë këtë, Zoti na bekoj me prosperitet të paparë. Unë kam parë këtë me sytë e mi gjatë viteve, njerëz që shpenzonin parat e para në mënyra egoiste, dhe ata humbisnin gjithçka brenda muajve. Por kur u pendova dhe fillova të ndjek këtë protokoll, Zoti më bekoi në mënyrë të mrekullueshme. Sot dua t'ju tregoj 5 mënyrat kryesore se si mund të shpenzoni parat e para më 1 janar, dhe pse disa prej tyre janë katastrofë totale. Së pari, mënyra më e mirë dhe më e fuqishme, dhënia për Zotin, oferta ose të dhjetat. Kjo nuk është thjesht një ide njerëzore, por është një parim i drejtpërdrejt nga fjala e Zotit. Në Bibël, te libri i Proverbeve, thuhet qartë: ndero Zotin me pasurinë tënde dhe me frytet e para të gjitha të ardhurave të tua, atëherë hambarët e tu do të mbushen plot e përplot dhe vatët e tua do të derdhen nga mushti i ri. Kjo do të thotë se kur ne japim Zotit të parën, jo atë që na tepron pas shpenzimeve, por të parën, ai premton të na mbush me bollëk të tillë sa që nuk do të kemi vend ku ta ruajmë. Pse funksionon kjo kaq fuqishëm? Sepse kur i jepni Zotit transaksionin e parë të vitit, ju po i thoni atij: ti je zotëria i financave të mia, ti je burimi im. Unë të besoj ty për gjithçka që do të vijë këtë vit. Në atë moment, ju aktivizoni një premtim hyjnor: Zoti bëhet mbrojtësi juaj personal financiar. Çdo mallkim i mundshëm, qoftë nga bota shpirtërore, qoftë nga gabimet e kaluara, neutralizohet nga gjaku i Jezu Krishtit dhe nga bindja juaj. Unë, ju them me bindje të plot, kam parë me sytë e mi se si njerëzit që nuk i jepnin Zotit të parën humbisnin gjithçka, edhe kur dukeshin të suksesshëm. Parat u rrjedhin, mundësitë u mbyllen dhe një fatkeqësi pas tjetrës i godiste. Por ata që i jepnin Zotit të parën, qoftë edhe një shumë të vogël, kishin një mburoj të padukshme rreth financave të tyre. Makina nuk u prishej pa arsye, faturat ishin gjithmonë nën kontroll dhe dera e bekimjeve haptej vazhdimisht. Mos mendoni se madhësia e shumës ka rëndësi më shumë se bindja. Zoti nuk shikon shumën, por zemrën. Në Bibël, Jezusi lavdëroi gruan e varfër që hodhi 2 monedha të vogla në arkën e tempullit, sepse ajo dha nga varfëria e saj gjithçka që kishte. Dhe Jezusi tha se ajo dha më shumë se të gjithë të pasurit. Po kështu, nëse më 1 janar 2026 ju veçoni 1.000 lekë, 5.000 lekë, apo sa të mundeni, por ta bëni të parën, para çdo shpenzimi tjetër, Zoti do ta shumëfishojë atë në mënyra që nuk i imagjinoni dot. Çfarë do të thotë praktikisht dhënia për Zotin? Është oferta që i jepni kishës suaj, pastorit, ose një vepre ungjillore që besoni se është vullneti i Zotit. Është të dhjetat, 10% e të ardhurave tuaja, por sidomos të parat e vitit. Nëse merrni rrogën, bonusin apo ndonjë pagesë më 1 janar, mos prekni asgjë derisa të keni veçuar pjesën për Zotin. Nëse nuk keni të ardhura atë ditë, merrni një shumë nga kursimet tuaja, sado e vogël, dhe jepeni si ofertë e parë e vitit. Pse duhet ta bëni para çdo gjëje tjetër? Sepse kjo i tregon Zotit prioritetin tuaj. Nëse blini mëngjesin, kafen, cigaren apo çfarëdo para se t'i jepni atij, ju po i thoni botës shpirtërore: unë jam zotëria i financave të mia. Dhe atëherë mbrojtja hyjnore largohet dhe dera hapet për humbje. Por kur i jepni atij të parën, Zoti ju vendos në një mbulesë të veçantë. Gjatë gjithë vitit 2026 do të shihni se si mundësitë vijnë vetë, kontratat nënshkruhen lehtë,
pagesat vonohen por mbërrin në momentin perfekt dhe begatia rritet gradualisht por pa ndërprerje. Është si të mbyllni farën më të mirë në tokën më pjellore, korja do të jetë e jashtëzakonshme. Prandaj ju lutem, mos e nënvlerësoni këtë hap. Përgatituni që tani, deri nesër 1 janar 2026, veçoni një zarf ose një llogari të veçantë me shumën që do t'i jepni Zotit si të parën. Lutuni mbi të çdo ditë që mbetet. Shkruani mbi zarf, fruti i parë i 2026 për ty, o Zot. Dhe kur të vijë momenti, jepeni me gëzim, me besim, duke deklaruar me zë, sot po aktivizoj bekimin tënd financiar mbi gjithë vitin tim. Ky është qelësi i prosperitetit të vërtet shpirtëror dhe material. Nëse e bëni këtë me todo zemër, do të dëshmoni vetë se si Zoti e mban fjalën e tij. Bekimi i tij do të jetë mbi ju gjatë gjithë 2026 dhe përtej. Së dyti, bamirësia, ndihma për të varfrit, jetimet ose të vejat. Kjo aktivizon bekimin e Zotit në mënyrë të menjëhershme. Bibla thotë, kush u jep të varfërve, i huazon Zotit dhe ai do ta shpaguajë. Imagjinoni, më 1 janar, para se të blini ushqim për vete, veçoni një shumë për një familje jetim ose një familje në nevojë. Unë kam parë njerëz që e bën këtë dhe papritur u erdhën kontrata të mëdha, mundësi pune nga askund ose pagesa të papritura. Një mik i imi dha para për një të vej më 1 janar dhe brenda muajit biznesi i tij dyfishoi xhiron. Kjo sepse Zoti premton, bekimi do të ndjek dhe do të arrijë. Zgjeroni këtu me shembuj personal, tregoni histori të gjata për njerëz që ndihmuan të pastre dhe pastaj gjetën para në rrugë ose morën trashëgimi të papritur. Flisni për ndjenjën e gëzimit shpirtëror që vjen nga dhënia. Tani, le të kalojmë te gabimet fatale. Së treti, kënaqësitë egoiste, alkool, rroba të shtrenjta, qefe të kota. Ky është një kurth i madh. Nëse paraja e parë shkon për alkool ose për të kënaqur veten në mënyrë të tepruar, paratë do të rrjedhin nga duart tuaja si ujë. Unë kam parë këtë mallkim të funksionoj perfekt, makina prishet papritur, pajisjet elektrike digjen, fatura mjekësore vijnë nga askund. Një burr që bleu alkool të shtrenjtë më 1 janar humbi punën brenda shkurtit dhe u zhyt në borxhe. Flisni gjatë për këtë, paralajmëroni me ton serios, tregoni disa histori dramatike, si një familje që shkoi në lokal dhe pastaj pati aksident ose humbje financiare të mëdha. Së katërti, më e keqja, mëkati, bigjoz, drogë, prostitucion. Ky është shkaku direkt i falimentimit total. Dhe kam parë shkatërim të plotë. Një grua që luajti bigjoz më 1 janar humbi punën, biznesin dhe madje familjen brenda vitit. Parat largohen, borxhet grumbullohen dhe mallkimi vazhdon gjenerat pas gjenerate. Zgjeroni me paralajmërime biblike, mos u mashtroni, Zoti nuk do ju lejoj të talleni. Tregoni histori të detajuara me emocione për të trembur dhe bindur dëgjuesit. Së pesti, mbajtja e paras nga frika, stagnimi. Disa thonë, nuk shpenzoj asgjë se kam frikë nga varfëria. Por kjo është po aq e keqe. Parat stagnuese tërheqin stagnim në jetë. Ata që nuk shpenzojnë asgjë më 1 janar mbeten në vend, pa arritje page, pa mundësi të reja, pa progres. Unë njoh njerëz që e bën këtë dhe vitin e kaluar nuk patën asnjë ndryshim pozitiv financiar. Parat duhet të qarkullojnë me bekim, jo të fshihen nga frika. Tani, këshilla praktike për 1 janar 2026. Para se të blini mëngjesin, kafen ose bukën e parë, veçoni një shumë, sado e vogël, për ofertë në kish ose për bamirësi. Nëse merrni rrogën atë ditë, mos shpenzoni asgjë pa dhënë fillimisht për Zotin. Përgatituni që tani, caktoni një shumë, PS. 1.000, 10.000 ose 100.000 lek ose euro dollar dhe mbajeni gati në një zarf të veçantë. Shkruani emrin tuaj dhe lutuni mbi të çdo ditë deri më 1 janar. Përfundojmë me një lutje, atë qiellor, bekoni çdo dëgjues që ndjek këtë protokoll. Zgjeroni begatitë e tyre financiare në 2026, mbrojnë nga çdo mallkim dhe jepu prosperitet të madh. Në emër të Jezu Krishtit, amen. Faleminderit që dëgjuat. Ndajeni këtë video me të gjithë sepse bekimi vjen kur ndajmë. Zoti ju bekofshëm.